Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përshëndetur protestat që po zhvillohen prej ditësh në Tiranë dhe në disa qytete të vendit si dhe në diasporë, duke i cilësuar si një reagim të gjerë qytetar kundër qeverisë. Në një deklaratë për mediat, Berisha u shpreh se protestat përbëjnë një uragan që nuk ndalet pa realizuar qëllimin e tij, duke shtuar se zëri i protestuesve është dëgjuar edhe në metropolet europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka urdhëruar Blendi Gorxhen tani që ta dinë qytetarët e të rit, ka urdhëruar Blendi Gorxhen që në mënyrë që të shuaj protestet të organizoj sa më shumë koncerte e dënoi këtë praktikë. Pra, të shpenzohen 10 milion euro për të dëmtuar protestën e cila ka qëllime shumë të larta dhe jam i bindur se me asgjë nuk mund të pengohet ky uragan pa realizuar qëllimet e tij. Dje Europa dhe bota ndigjoi më fuqishëm se kurrë zërin e shqiptarëve, jo vetëm në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit, por dhe në metropolet kryesore të Europës dhe sot në Shtetet Bashkuara shqiptarët protestojnë pranë përfaqësive të narkokratit Edi Rama. Berisha ju përgjigje dhe kritikave që kanë ardhur nga protestues që kërkojnë largimin e tij, duke i cilësuar ato si opozitar të opozitës dhe duke deklaruar se nuk përfaqësojnë qytetarët. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Mos u merrni me ta, ata nuk kanë asgjë përbashkët me protestën. Lexoni çfarë janë korpusi kryesor i tyre dhe bashkohuni me ta, sepse e vërteta është që ata po përballen në mënyrë më dinjitoze me një regjim që nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Në deklaratën e tij, kreu i PD-s ka përsëritur gjithashtu akuzat ndaj kryeministrit Rama, duke e lidhur me çështjen që sipas tij kanë të bëjnë me korrupsionin dhe favorizimin në projekte të investimit strategjik në vend, përfshirë edhe rastin në një tokë të diskutuar për zhvillim. Në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetimet për krim të organizuar ose korrupsion në nivelet më të larta, zotëria e tij jepte lejen e zhvillimit për kompaninë, duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. A nuk është ky një kurth i shëmtuar, i një të paburri që bën çdo lloj akti për të përlyer cilin do për përfitime të veta? Si mundet ti t'japish leje zhvillimi në një zonë e cila e din mirë se po hetoj nga prokuria speciale për vepra penale të krimit organizuar dhe të korrupsionit. Deklaratat e kryeministrit pas protestave qytetare se vendi ndodhet në luftë hibride, kryedemokrati i cilëson si deklarata që vijnë nga trashëgimia psikologjike komuniste e Edi Ramës. Deklaron në mediat më të mëdha të botës me paturpsinë më të madhe se jemi në një luftë hibride, duke aluduar kështu se Greqia apo ndonjë vend tjetër po bën gjithçka për të bllokuar investimet dhe turizmin, një idiotësi e pashoqe. Është pikërisht psikologjia e trashëguar e një ati të tij shpirtëror, Enver Hoxhës, për armikun e brendshëm dhe të jashtëm. Prej disa ditësh në Tiranë dhe qytete të tjera po zhvillohen protesta që fillimisht nisën nga një incident i raportuar në zonën e Zvërnecit dhe më pas janë zgjeruar duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit.